Nëse themi duhet bëj familje pasi që t'jem mjaftuar ekonomikisht, pasi t'kem bërë lek. Një pyetje që do duhet bë edhe sigurisht që përgjigjja do të ishte shumë më ndryshe se sa ajo që mendojnë një pjesë e njerëzve. Kush prej njerëzve ka bë lek para se të bëhej familjar? Kush prej njerëzve është bëj i pasun e pastaj ka kriju familje? Rrallë ka ndodhë kjo. Pjesa dërmuese e njerëzimit paralelisht. Edhe kanë kriju familje. Po flet për shoqërinë tradicionale në këtë rast, për atë që kanë qenë brezat më të hershëm se për të gjitha ka një tjetër këndvështrim. Për të gjitha shoqëritë e mirëfillta edhe normale, po flas. Edhe kjo e tanishmja, nëse e krahasojmë nga një këndvështrim pak më nga një makroplan i historisë, e vrem se kjo është tani më, vonë është bo, ndërsa krejt historia pothuajse ka qenë pro familje.